Në vijim po paraqes para jush edhe kabinetin arshëm qeveritar me të gjitha dikasteret me ekzekutivin që del nga kjo legjislaturë e nderuar. Zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës Glauk Kënjufca. Zëvendës kryeministri e dytë dhe ministri e drejtësisë Donika Gërvalla. Zëvendës kryeministri i tretë për çështjet e pakicave dhe bashkëpunim Fikrim Damka. Ministri i financave Hekuran Morati. Ministër për punë, familje dhe vlerat e luftës çlirimtare Andin Hoti. Ministri i mbrojtjes Ejup Maqedonci. Ministri i punëve të brendshme Xhelal Sfeshla. Ministri i digitalizimit dhe administratës publike Lulzon Jakxhiu. Ministri i shëndetësisë Arben Vitia. Ministri i arsimit dhe shkencës Hajrullah Qeku. Ministri i kulturës dhe turizmit Saranda Bogujevsi. Ministri i administrimit pushtetit lokal Elbert Krasniqi. Ministri i sportit dhe rinis Blerim Gashani. Ministri i mjedisit dhe planifikimit hapësinor Fitore Pacolli. Ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural Armend Muja. Ministri i infrastrukturës dhe transportit Dimal Basha. Ministri i industrisë, ndërmarrësisë, tregtisë dhe inovacionit Mimoza Kusari. Ministri i ekonomisë Artane Rizvanulli. Ministri për komunitetet dhe kthim Nenad Rashiq, Ministri për zhvillim rajonal Rasim Demiri. Mandati të cilin po e kërkojmë është mandat pune, drejtësie dhe dinjiteti për secilin, mandat sigurie dhe begatije për të gjithë